Sot në orën e 5 na njoftoi profesoresha që do të më lëshu mësimin për shkak të mjekrave. Na hezituam për mos me dal jashtë mësimit, po pastaj erdha drejtori dhe tha do të më lëshu mësimin gjithçysh. Jo, që sa s'ka ndodhur kur. Po është e vërtetë që disa nxënës sot I kam çuar në shtëpi. Arsyeja vetëm pse kanë shkuar në shtëpi janë bartja e mjekrave, mos kështu po them të madhe. Ky vendim ka në konsultim me këshillin drejtues të shkollës, po edhe pas disa informacioneve se kanë pa disa nxënës kanë pa nxënës të falë në shkollë në orët e mbrëmjes, edhe tash pas inspektimit në për disa klasë dhe tërheqjes vrejtjes që disa ditë ose më shumë të disa nxënës që të shkojnë të hekin mjekrën e të vinë të nesërmen të pastër ashtu. Sot mendoj që shkova ata që I gjeta në për klasë ashtu I thash që të dalin të shkojnë të hekin mjekrën edhe të kthehen në mësim që është rendi I shkollës këtu. Nuk është ai problem që unë kam insistuar aty, mirë po gjimnazi ka rregullat e veta dhe duhet vinë ashtu si ka hijen një nxënës I gjimnazit. Kjo është një rregullore brendshme shkollës edhe mendoj që nxënës I gjimnazit, nxënësit në shkollat e mesme duhet vinë ashtu siç u ka hijen nxënësve. Nuk duhet të shkojnë në ekstreme të asnjërs anë. Po fetari jo, mama mjekrën nuk e moj për qatë sen, se fetari muslimana.